Mirza Balaj është një ekspert e njohur në fushën e shëndetit publik dhe politikave sociale, me një karrierë të pasur akademike dhe kërkimore në nivel ndërkombëtar, e cila është bërë pjesë e listës së kandidatëve të Lëvizjes Bashk në zgjedhjet e 11 majit. E lindur dhe e rritur në Shqipëri, Mirza është diplomuar në shkenca politike dhe më pas ka përfunduar një master në qeverisje dhe politika publike në Universitetin e Tiranës. Më pas Mirza rrugëtimin e saj e vijoi jashtë vendi. Jam Mirza Balaj, jam kandidate për Lëvizjen Bashk për qarkun Shkodër. Unë kam 15 vite faktikisht që jetoj jashtë venit dhe arsyeja që unë i kam filluar ishte për studime. Kam fituar një bursë tek Universiteti i Leuvenit në Belgjik nga Komisioni Evropian, që aty edhe pse bëra përpjekje të kthehem në Shqipëri dhe tentova disa herë gjeja punë pas specializimit, u duk qarta zi ato muajt gjatë që kërkova ishte e pamundur dhe u largova edhe një herë. Këtë herë në Norvegji, ku unë kam marruar doktoraturën në sociologji shneti, edhe vazhdoj punoj në të njëjtën qendër kërkimore në Universitetin Norvegjes të Shkencës dhe Teknologjisë, duke drejtuar një qendër me 30-40 punonjës. Po si ka shkuar kjo fushat për Mirzën? Ajo që unë konstatoj, kam një muaj që rrinë në Shqipëri, apostafat për çu zonën që ka një alternativë me integritet, ka një alternativë që nuk dorëzohet, që e ka treguar me vite, ka një alternativë edhe me vizion, por edhe këmbulse, që nuk heq dorë. Kjo ka qenë qëllimi që unë vija edhe të flisja me sa më shumë njerëz, të harxhoja kohë me secilin për t'i kuptuar jo vetëm nevojat, se ne nevojat i kemi parë me vite, edhe kemi punuar një vit e sa për projektin qeverisës, duke u nisur nga identifikimi këtyre nevojave, pastaj nga mundësitë ekonomike të vendit tonë për t'i adresuar dhe prioritetet në mënyrë se si do të adresohen. Por unë kam najtë që shkodrant të kuptojnë që ka një alternativë qëndrueshme. Mirza ka një thirrje pse duhet votuar në 11 maj. Është për ata që janë jashtë, nëse dojnë me mujt më kthy në shtëpi, me pas një vend që garanton siguri, garanton meritokraci, shërbime cilësore, edhe për ata që s'dojnë me ikë me pas ku më najt. Kjo është qeverisja që mund të premtojnë nëse na jepet mundësia Lëvizja Bashk, sepse ne e kena bë punën. Domethënë diferenca me çdo parti që është në treg, se ne nuk i tremena punës, nuk i kena trem punës në terren me vite, por edhe punës që nevojitet deri diku ndoshta akademike, politike për të pru bashk idetë që janë të realizueshme.